qiti paret minister, qiti paret, me njere, 35 milion që mbahen jashtëligjshëm në Ministrinë e Financave munden me u pagu sot, tash, në këtë moment, nuk ka asgjë që e ndal pagesën e 35 milionve tash, me njere, e që me u pagu operatori, edhe operatori publik, edhe operatori privat, edhe mos me i lon këta njerëz në rrugë, mos me lon qytetarët pa shërbime, mos me lon shkollat pa rrym, mos me lon asnjë qytetar pa shërbime tona publike. Pra këtë e ka mundësi, këtë mundësi e ka Ministri i Financave në detyrë edhe prap refuzon me bo. Zdia e pat dje konferencën për media, do me thonë që hike në për temat të tjera, pra temat tjera që s'kan bëj me problemin. Problemi është pagesa, paguj paret e kryeqytetit edhe paguën të gjithë operatorët, edhe paguën të gjitha rrogat. Këtë mundësi e ka sot, tash, e ka pas dje, e ka pas me muaj të tanë që nën muaj i mohan paret jashtëligjshëm. Për këtë arsye kemi bo edhe kallëzim penal ndaj tij, ndaj 3 zyrtarëve. Çdo temë tjetër është me i qit hi syve qytetarëve, juve popullit. Do të thonë, qiti paret minister, qiti paret, me njere. Kjo është një. E dyta, ne kemi marrë edhe masa tjera, dje faktikisht e kemi thirrë edhe një seancë të jashtëzakonshme për të ajtën, por edhe fonde tjera, 28 milion tjera, përveç 35 milionve, edhe 28 milion që janë bartje prej vitit kalum, që tash asambleistët të cilët e kanë bloku herën e kalume, kanë tregu që po dojnë me votu edhe me i marrë ato fonde. Pra janë, po shikojmë edhe alternativa tjera përveç kësaj. Mirë po, ku është fakti? Fakti është që 35 milion të yrave vetanake mbahen mënyrë jo ligjore të bllokume prej qeverisë, prej Ministrit të Financave në detyrë Hekuran Muratit.